Dhe më thua, Stenaldo, shiko, unë të kam thënë një tjetër gjë, pavarësisht çfarë mund të kesh dëgjuar ti. Dhe unë mendoj që ti e ke interpretuar më lërë të them që nën kuptimi ishte ky, ose nën konteksti ishte ky. Është e qartë. Po unë të them që realisht, edhe pse duket ashtu, unë nuk nisem nga kjo gjë. E kuptova. Shumë. Thjesht fare natyrshme e kam menduar, kam thënë, unë Loren e njoh. Jashtë. Po nuk e njoh brenda më shumë. Dhe, domethënë, kam parë një lloj distancimi që është i krijuar mbas atë, dhe fare natyrshëm këtu brenda. Dhe pastaj, ku diun, është ndoshta një lloj gjëje tjetër e shfaqur në atë qasjen tënde ndaj të tjerëve këtu brenda. Që unë e shoh ndryshe ditët që vijuan, jo mbas komentit tim, po domosdoshmërisht, po ditët që vijuan. Po thash, ne këtu brenda do t'i kemi, për shembull, unë prajmin e kaluar bëra një koment që këtu brenda njerëzit e konsiderojnë si domethënë, ja bëra malit në raport me Selinin, po unë nuk isha dakord me atë qasje të tij në atë sekond. E kuptoj. Kjo për mua nuk tregon asgjë për çfarë vlerësimi kam unë për malin, në gjithë llojin që unë e njoh. Po. E kupton? Kështu që po punë e madhe. Edhe si punon të ta kesh kuptuar një gjë. Mes si punojmë dhe si punoj jote, kesh kuptimet janë gjithë gjëra që diskutohen në tavolinë. Po, dhe këto janë gjëra që ne jam sot pronë jam. Pa diskutim. Vjen nesër. Puthje vashës, unë ja dhashës e dashuro, dhe në sytë e saj të katër dashuri kërkoj. Puthje vashës, unë ja dhashës e dashuro, dhe në sytë e saj të katër dashuri kërkoj. Të kam dashur dhe të dua, por ti se s'më do. Eja pra voglusja ime dhe më thuaj po. Eja pra voglusja ime dhe më thuaj po. Po prikë. Jo, unë e bëj me e, prandaj duhet me